Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet ndaj një grupi të strukturuar kriminal që merrej me trafikimin e paligjshëm të shtetësve shqiptar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në përfundim të hetimeve, SPA ka dërguar për gjykim 5 persona, mes tyre drejtuesin e grupit, Lutz Melaj, i akuzuar për ndihmë për kalim të paligjshëm të kufive, falsifikim dokumentash, grupi të strukturuar kriminal, ushtrim ndikim të paligjshëm dhe mbajtje pa leje municioneve luftarake. Së bashku me të, para gjykatës do të dalin edhe Gëzim Camaj, Emanuel Melaj, Tonin Melaj dhe Bashkim Çokaj, të akuzuar për bashkëpunim në këtë veprimtari kriminale dhe shpërdorim të tyre. Hetimet kanë provuar se grupi kishte mundsuar kalimin e paligjshëm në të paktën 25 shtetasve shqiptar, kundrejt pagesave që arrinin deri në $45.000 për person. Sipas dosjes hetimore, udhëtimet organizoheshin nga Shqipëria dhe përfshinin kalimin në disa vende europiane, përpara se emigrantët të dërgoheshin në SBA përmes Meksikës. Një rrjet ishte i përfshirë edhe një punonjës policie në pikat kufitare, të cilët ndihmonin duke mos regjistruar kalimet e personave që kishin probleme ligjore në vendet e Bashkimit Evropian. Hetimet u zhvilluan në bashkëpunim me Byron Kombëtare të Hetimit, Shërbimet e Sigurisë Diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Policinë e Shtetit dhe njësinë speciale Mburoja e Përbashkët. SPAK njofton se hetimet vijojnë për persona të tjerë të dyshuar si pjesë e këtij rrjeti ndërkombëtar trafiku.